momenti për diskutuar opozitën. Dhe këto halli i bëjnë ata të kenë çfarë qëndrimi? Të bajnë këto qëndrimet që shohim ne për ditë. Cilat? Ata janë pro heqjes së imunitetit. Janë pro heqjes së imunitetit. Po, në rastet e tjera. Po, rastet e tjera, se çështja është se duhet ta shohim në panoramën e madhe. Jo, e qa fjalën këtu me që dhe këta do duhet të dorëzojnë një raport në kufund. Të i vën kyçin PD-s dhe ti ke shtëpi. Pra nëse nuk e bëjnë dhe këtë, se në këtë vend është të qeshësh dhe të qash. Pra nëse të mendosh që një opozit të mbroj një zonjë që dyshohet për abuzime miliona e miliona. Nuk po flasim për një abuzim, ku di unë, një gjë zonjë, po flasim 50 milion euro, dyshohet vetëm një tender për tunelin e Llogaras. Po sa tenderat të tjerë mund të kenë kaluar që nuk janë sot në dosjen e Spakut, sepse është parashkruar vepra penale tjera me radhë. Pra çfarë dua të them këtu? Unë jam shumë kurioze të di si do ta arsyetoj Ulsimanja atë vendimin, sepse personalisht ka menduar që çështja e imunitetit nuk do duhet të ishte fare diskutim sot në kryesat tona. Çështja e imunitetit nuk duhet të ishte diskutim. Në momentin që Spak vjen dhe ti si kryeministër më thua mua 13 vjet me radhë se unë kam bërë reformën dhe në momentin e parë që të paraqitet një kërkesë që kushdo qoftë Sali Berisha e bën për një orë dhanë autorizimin. Pra kushdo qoftë, nuk dua fare të hyj, është i fajshëm, është i pafajshëm. Ai ka qenë shumë i qartë Klodi, ka thënë nuk dua të kthehet në precedent kjo çështje. Nuk mundet të jetë as Spaku, as gjykata, drejtësia që të kërkojë heqjen nga detyrat e një zyrtari të lartë siç është. Imuniteti janë dy gjëra të ndryshme. Imuniteti që po i kërkohet sot zonja Belinda Ballukut nuk duhet kishte diskutim fare. Është një çështje zgjidhur. Po tani që janë zgjidhura me njëra tjetrën janë dhe vetë ai e ka thënë do presim gjykatën kushtetuese të shprehet për këtë, pastaj do të flasë Këshilli i Mandateve, pastaj janë makinacione dhe pirueta të Edi Ramës sepse për sa kohë do të jetë në këtë hall ai? Sa kohë? Sa të vi prap kërkesa tjetër për grup strukturar kriminal, fal Klodi. Po pra, ky është sepse siç janë ndodhur, ka dhe një gjë. Do ta mbyll me këtë fjalë zoti Gazia duke kërkuar shumë ditë. Gjola, janë disa vepra rrugës se duhet t'i njohësh përtej çështjet, domethënë për shkak të formimit e di dhe pjesën përtej. Rrugës ka ndodhur, janë kryer disa vepra penale, që sigurisht nuk janë kryer pa dijenin e Edi Ramës. Se Tirana është pa incinerator, nuk besoj që Edi Rama këtë se din. Se milionat të shëndetësi janë vjedhur dhe Edi Rama këtë se din, nuk besoj që e beson njeri në këtë vend. Që brenda Akshit vepronte një grup i strukturuar kriminal, këtë e dinte edhe Bufi, kisha unë të paktën një muaj që e kisha raportuar News 24 para se ose të paktën ja kanë thënë të paktën hetimet e Spakut kur u bën publike. Pra do të thotë që Edi Rama në mos përgjegjës nga ana ligjore është përgjegjës moral dhe politik. Po e harrojmë këtë pjesën. Janë disa vepra që parashkruhen dhe ju e dini që nëse ka një afat i caktuar disa vepra parashkruhen dhe me sa duket zoti Rama po përpiqet të fitojë sa më shumë kohë. Ama ka një gjë, rasti i zonjës Balluku, atë e nxori, të më falin për termin e përdorur shqiptarët, e nxori lakuriç përpara shqiptarëve. Pra tregoj fiksat të gjën që zoti Rama atë kauzën ose më saktë alibin se unë solla drejtsinë e re në mesin tuaj e kishte të gjithën vetëm propagandë. Më fal, cilën nga veprat pret ai të parashkruhet kur këtu flasim për 9 të tilla. Jo, po flas për rastin e zonjës Balluku. Po flasim për veten e vet. Për veten e vet. Tani kur të vija ai momenti se